qysh është jeta filmike dhe e krijimtarisë së filmit në Kosovë për momentin? A është paq e varfër sa vetë populli, apo ka nisë me është e varfër, për fat të keq që kemi prit që po bëhat më mirë, se njerëzit gjithmonë shpresojnë për më mirë, po nuk është bë më mirë, është bë më keq. Edhe për këtë faje ti kanë njerëzit që qeverisin vendin, që qeverisin qendrën kinematografike. Është tragjike që në 2026 ne ende flasim për probleme që nuk do të duhet të flisnim para 15 vitesh, do të duhet ishin të i kalu. Po këtu të ne është e çuditshme, duket sikur ecim mrapsht ne. Po më duket që e kena tripin me shku pej sezonës 5 në sezon të parë. Po, ashtu duket se fillojmë mrapsht çdo gjë. Hajmedet. Kështu nëse këshyrim, sa përqind e skenarëve në Kosovë, edhe filmave në Kosovë, fillojnë me një djalë i ri i cili dëshiron ta lëjë vendin, një djalë i ri ose një vajzë e re që dëshiron të ikë nga ky realitet. Është teme zakonshme, ndoshta jo veç te shqiptarët, te ne shqiptarët e Kosovës. Njerëzit që qëndrojnë në një vend kanë dëshirë të shkojnë në vende tjera. Ma kujtove tani kur po shtroj pyetjen Cinema Paradiso të Tornatorës, kur Alfredo i thot djalit, thot ik prej këtij vendi dhe mos ju dorëzo nostalgjisë, mos u kthe kurrë këtu. Domethënë të gjithë Kosova është provincë. Edhe është Çehovi dikon e thot bëni një jetë të mirë si që bëjnë njerëzit në provincë. Edhe secili njeri ka dëshirë që të jetoj mirë, të jetoj i lumtur, të ikë nga jeta e mirë. Kështu që nuk është çudi që edhe njerëzit që shkruajnë, që krijojnë filma, të kenë këtë nxitje, këtë qasje, si me thonë, me ikë prej vendit. Edhe fundja mirë është me ikë, me lëviz, me pa botën, Po, definitivisht, po tash kjo zakonisht filmat që fillojnë dënë me ikë, është asi me ikë për gjithmonë. Dhe nuk u kthye kur më. Është interesant, po evropianët, që gjeografikisht i përkasim edhe ne, kanë kompleksin e Uliksit. Vonë kam lexu për këtë kompleks, nuk e kam ditë deri vonë. Me 3 fjalë kompleksi i Uliksit? Dëshiron, shkon, dëshiron të kthehesh në Itakën tonë. A paka shumë me një farë mënyre jenë aty përshkru krejt diasporën? Po. Që dëshirojnë më këthi, po marrin guximin? Nuk e marrin guximin sepse nuk ka siguri këtu, po gjithsesi kur po vinë në një moshë që e sigurojnë një pension atje në Evropë, në Perëndim, ata po kthehen. Edhe ke pa që vazhdimisht blejnë banesa këtu, ndërtojnë shtëpi, se gjithmonë në mendjen e tyre është Itaka e tyre.